Një sasi lëndë plasëse shpërtheu në orët e vona të mbrëmjes të së mërkurës në perimetrin e sigurisë të burgut të Krujës. Lënda plasëse ishte hedhur në afërsi të kabinave elektrike dhe gjeneratorit që furnizonin burgun me energji elektrike. Dyshimet e para janë se lënda plasëse që shpërtheu pranë burgut ka qenë artizanale. Nga shpërthimi nuk pati persona të lënduar apo dhe dëme materiale. Burime nga grupi hetimor kanë konfirmuar se për ngjarjen po punohet për 2 pista. Së pari po hetohet nëse shpërthimi mund të jetë një mesazh për drejtuesit e burgut dhe së dyti nëse shpërthimi mund të jetë përdorur për të tërhequr vëmendje nga ndonjë tentativë arratisje nga burgu. Për këtë të dytën, dyshimet janë edhe më të forta pasi mëngjesi në kësaj të njëjtëje në qelitë e burgut janë thirrur 4 grupe që do të kryejnë kontroll brenda qelive ku qëndrojnë të dënuarit. Prej disa kohësh, burgu i Fushë Krujës është kategorizuar i sigurisë së lartë, pasi më herët ka shërbyer si paraburgim. Në të qëndrojnë aktualisht 350 të dënuar dhe persona të ndaluar, një pjesë të cilëve edhe emra të njohur në konflikt me ligjin.